Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë lajmet më të fundit rreth politikës në Shqipëri, por lidhur dhe me showbizin. Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, në tubimin e tij hapës, le të themi, në qytetin e Tiranës të Partisë Socialiste, këngën të kësaj partie ja kishte besuar këngëtarit të mirënjohur artistit shqiptar Noisy. Krahasuar nga këto himnat politik që ne jemi mësuar t'i dëgjojmë, në të cilat janë shumë të tipit karakterit të tipit të thjesht, këngë që kanë një përmbajtje që i përket ngjyrave të partisë politike, këngë që i përket emrit të partisë politike. Këtë herë në Shqipëri, konkretisht Partia Socialiste në krye me kryeministrin zoti Edi Ramën nuk kishin përzgjedhur që të krijojnë një këngë me ngjyra politike, një këngë e cila do të fliste për flamurin e Partisë Socialiste, për ngjyrat e asaj partie, për emrin e kësaj partie, por ishte një këngë që i përkiste të rinjve, një këngë që mund të ndëgjohet nëpër diskoteka, një këngë që mund të dëgjohet nëpër klabe, një këngë që mund të dëgjohet në makinë, ku tematika e cila ishte përdorur në këtë këngë ishin problemet shoqërore që të rinjt në Shqipëri i tangojnë. Dhe çuditërisht ishte një tekst i stileve siç i bën këngët Noisy, do me thënë ishte tip i këngëve të tanishme, që përmbajnë brenda edhe pak doza dashurie, do me thënë kryeministri kishte vendosur që të përzgjedh një lloj strategjie të hiteve të fundit për të bërë këngën edhe të Partisë Socialiste në zgjedhjet e këtij viti. Dhe normalisht, duke studiuar të gjithë rrugtimin e partive në Shqipëri se si kanë shkuar, duke parë formën se si ato po i bëjnë agendat politike, se si ato po i bëjnë, do me thënë, atë rrugtimin e të gjithë reklamave të tyre, atë rrugtimin e të gjithë fushatave të tyre, do me thënë se çfarë lloj fushatash po bëjnë. Për shumë kohën e fundit, besoj që ju ka rënë në sy në rrjetet sociale, mënyra se si Lul Basha po bën fushatën me Edi Ramën. Po bën një fushatë shumë interesante, një fushatë shumë tiktokerësh, që në fakt më pëlqen, duke bërë selfie video nga makina, për shembull Luli bën selfie nga makina e tij, Edi bën selfie nga makina e tij, por Edi për shembull publikon atletet që veshën, duke bërë video interesante, duke u përngjasuar influencerëve. Po të bëjmë një krahasim mes influencerëve në Shqipëri dhe politikës në Shqipëri, është po i njëjta agent, le të themi, që po bëhet rreth fushatave. Por, duke njohur strategjinë e zotit Rama dhe inteligjencën e tij për të krijuar një podcast, dhe në podcastin e vitit kaluar i ftuar ishte Luizi, një fenomen i cili doli nga Big Brother, një fenomen që ndikoi dhe në zgjedhjet e Shkodrës, ku për herë të parë u rrëzua Partia Demokratike. Tani, pyetja më e madhe që në fakt po bëhet nga të gjithë shqiptarët është kjo: a do të del ndonjë politikan në Shqipëri që do ta përdor gjestin për të tërhequr poena politike, duke u bazuar që Edi Rama ja ka besuar këngën Noisy, këngën të partisë së tij, dhe në anën tjetër Sali Berisha akoma nuk e ka publikuar se kush e këndon këngën e fushatës së Partisë Demokratike, më pas kemi dhe Lulin në anën tjetër, po dhe këto partitë e vogla, a do të jetë gjesti pjesë e politikës shqiptare, ashtu siç u përfol Luizi në atë kohë, edhe pse Luizi nuk është se ka dalur publikisht, por Luizi ka mbështetur Benetin për t'ia paguar një borxh shpirtëror që Benet Beci, kryetari tashmë i Bashkisë së Shkodrës, kishte bërë dikur një vepër të mirë për Luizellin. Tani, pyetja më e madhe është kjo: se a do të përdorë gjesti për poena politike. Nga shtëpia e famës në skenën politike, krahasimi mes Gjestit dhe Eglit në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Në prag të zgjedhjeve të 11 majit parlamentare, politika shqiptare është duke kërkuar fytyra të reja, zëra me ndikim dhe figura që mund të prekin emocionin e masave.
dhe sytë e shumë analistëve e qytetarëve janë kthyer natyrshëm drejt një emri që kohët e fundit ka pushtuar zemrat e publikut me thjeshtësinë, dinjitetin dhe praninë e tij të heshtur, i cili quhet Besart Kelmendi apo Gjesti. Nuk është era e parë që një nga figurat nga Big Brother VIP hyn në orbitën e debatit politik. E pam Luizelli një vit më parë, kur ai u kthye në një simbol popullor të pashoq. Karizma e tij, aftësia për të folur me publikun dhe ndikimin që krijoi në miliona shqiptar, e bën të pamundur për çdo parti politike të qëndronte indiferente. Në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, Luizi u përfshi aktivisht në fushën e kryebashkiakut aktual të Shkodrës, Benet Beci, duke thyer një tabu politike që kishte zgjatur afër 3 dekada. Dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, Bashkia e Shkodrës kaloi në duart e Partisë Socialiste. Ishte një lëvizje strategjike, por edhe emocionale. Luizi nuk u përdor si një poster, ai u bë zëri dhe fytyra e fushatës, duke ndikuar realisht në opinionin publik, veçanërisht në mesin e të rinjve. Sot me Gjestin, shumë njerëz pyesin, a do të ndodhe njëjta gjë? A do ta shohim edhe atë në një podium elektoral? A do të shfrytëzoj politika popularitetin e tij për të fituar zemrat e votuesve? Deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. Por ndonjë përfshirje të Gjestit në ndonjë fushat, por hamendësimet janë të pashmangshme. Ai është në kulmin e famës, një figurë e dashur si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, dhe një djalë që mëshiron ato që politika shpesh nuk arrin ta përçojë, njeriu e zakonshëm të ndershëm që flet pak por vepron shumë. Ndryshe nga Luizi, Gjesti nuk është një orator. Këtë duhet ta themi. Ai nuk është bërë i famshëm për fjalimet apo sarkazmet, por për mënyrën se si qëndronte në debat, në mbrojtjen e drejtësisë, për sensin e së mirës, dhe kjo e bën atë një figurë tjetër, jo të politikës së zhurmshme, por të modelit të qetë që bind përmes shembullit. Nëse Luizi ishte arti i fjalës dhe Gjesti është arti i karakterit, për këtë arsye, çdo përpjekje për ta futur Gjestin në një fushat politike duhet të jetë shumë më e kujdesshme. Nuk është e mjaftueshme që të vendosësh një poster apo në një spot televiziv. Ai nuk mund të përkthehet në një marketing elektoral me të njëjtën lehtësi si Luizi, sepse Gjesti nuk është faqe, por ai është autenticitet. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, politika do ta kërkoj edhe më fort. Nëse ai do të përfshihet në fushatën e 11 majit, nuk do të jetë thjesht një lëvizje zgjuar. Do të jetë një përballje morale mes imazhit të pastër dhe botës së kompromiseve politike. Do të jetë një test për të, por edhe për vetë politikën shqiptare. A është gati ajo të pranoj figura që nuk përkulen, që nuk bërkasin, që nuk luajnë me fjalët, por thjesht janë njerëz si gjithë të tjerët. Në këtë pikë publiku është duke parë me sy kritik. Pas Luizit e di tashmë që fuqinë e një figure të dashur, por po ashtu di dhe sa lehtë mund të përdoret ajo dashuri për qëllime që nuk janë gjithmonë të pastërta. Për momentin, Gjesti ndodhet ende në fazën e pas finales të Big Brother VIP, me një kalendar të ngjeshur, me intervista dhe përgatitje për projekte të reja, por pyetja mbetet pezull në ajër. A do të jetë ai surpriza e zgjedhjeve të 11 majit? Dhe nëse po, a do të ndikojë vërtet tek zemrat e votuesve, apo do të jetë vetëm një tjetër ikon që politika kërkon ta përvetësojë? Në fakt, kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe, por këtë gjë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim, në qoftë se politikanët e Shqipërisë